normalisht, si që jam të ndryshu unë, jetë të ndryshu ti, janë të ndryshu tanë, po thojmë, ka dinamikat ndryshme. Unë flasë për po loja ime ose qëndrimi im këtu. Thuje qëndrimi im këtu. Qëndrimi, po. Prezenca ime. Ma ke thanë ti vetë. Te pishina. Ma nejnë, qëse ti nuk e me dhënë matë, thuj, nuk e me dhënë matë, që unë kam gabu, ose jam shprej keqa, ku dion. Po në qëse unë tham loja jote, sepse ti vete parë ki thonë, unë luaj, në thonë, ki fol ti për loj, kur ishim aty, që edhe të thash, të vunar, atëre, unë kam dëshirë të them qëndrimi im këtu. Okej, qëndrimi ato. Sepse ka disa herë, Indri që unë kam disa reagime, që unë, të që po kalim muhabet tjetë, po bëj muhabet, se s'ka të bëj me ne, po ka disa, se nuk është qështja që du të arsyetojmë ty, po thjesht po e bëjmë si muhabet. Ka disa momente që unë jetën time, unë kur takova dje vlajnë tim, për shembull, takova më kave për qeve, dhe i po qeshte gjithë kohës. Edhe unë e pa shumë, kisha do gjërat e mia, si qysh tek, si që ka se cili për neshme, si na shofin jashtë, a i qeshte dhe më pyti tha, orda që kur vërtet t'i këshumë, edhe unë fillova duke qesh, etj. Ka njerëz reagojnë në situatat ndryshme, sepse ne vim nga një e kalume ndryshme. Si tonë. Si vjen dhe ti, si që po përballesh dhe ti me diçka, që mbase gjithë Shqipëria s'të kupton, po unë për shumë të kuptoj, deri diku. Çështja është që ti reagon në mënyrat ndryshme. Unë kam pak këtu në Shqipëri pak më shumë eksperiencë se ti. Mbase dyti kundër përgjigjem pak më ndryshe, mbase ty nuk të pëlqen, mbase dikujt tjetër s'm pëlqen, mbase dikush që mu mjef mirë, e din fare mirë që thot kjo po mbrohet tash. Mbase ti mu gjatë gjithë ditës më ke pa fiks në atë moment, edhe aty më ke pa sepse unë kam ngrit zërin ose kam bërë diçka që është etj. Tash pyetja ime është kjo. Qëndrimi im këtu, ty personalisht si person, ku të dëmton? Mu personalisht si person, me dëmton relativisht pak. Por mu personalisht si person më trazon, jo vetëm joti, çdo qëndrim i tillë, ta thojmë, pra çdo qëndrim, sepse ti tash më besoj që ke kuptuar që unë to, nuk e di, tu po t'ja futa, se nuk e di kuptu, po flas për veti. Unë këtu nuk luj. Edhe në të mirën e në të keqen, edhe në të keqen u po. Në sensin që e hangra, një sekund, që të kuptosh. I hangra një dorë shkopit nga të dy prajmet e fundit, pa nga opinionistat, pa besoj, i hangra. Nga ju, nga tana. Por në fundit, i hangra sepse nuk luj, s'di me luj, ta kupton, jam person i sinqert, jam person që më është duhet me mu që të mirë ma shumë para se me folë tjera, po kështu jam i ba, ma ke parasysh, një sekund të maraj, se që këthejem të timë nëse, aty ishte pyetja jote. Pra, kam një qëndrim këtu mbrëm që është për mendimin tëm, përsi i shofun gjana totalisht i kundërt me qëndrimin që ke ti. Pra, ty bravo të kjo, është i kundërt sepse po e përsëris për mendimin tëm qëndrimi jot këtu, me qa kam pa deri më sot, edhe pse duhet tham sinqerisht që këto ditë të fundit kam pa ndryshe pak, kam pa pak si ma, ose thjesht kam kenu një zanën me ato gjanat e mija, dhe kam pa ma pak, nuk e di, por kur të kam pa, kur më ke trazu ma shumë, pra para këtyne ditëve të fundit, më ka trazu sepse më është duk komplet, si me thanë, i mendum, i para mendum. Pra unë, hajde, tham këtë gja, se tu e thanë këtë gja, po marrë vëmendje, ose hajde thamë baj këtë gja, se tu e ba këtë gja të baj vëmendje. Mu, personalisht kjo gja më ka trazu, a ke parasysh, por nuk ka trazu vetëm të ti. Më ka trazu të shumë tjerë, se nuk je vetëmja që për mendimin tem ke ba këtë gja, po të gjena të folë për ty. Imi bë pak tem, jo le po flasim për të dy, po flasim për më këto. Se s'kam qef të kemë temat tilla. Okej, pa problem. Që në sensin për mu, që ose dhe me po përsis, kam rrit një pikë, sidomos mas këtyre dy prajmeve që kam hangër ka që batoste, personalisht i shof si batoste, po nga batostet njëri mund të rritet, nëse i kalon mund të përmisohet, mund të jetë i shans për mu.
Patjetër. kjo dru që kam hangër. Për mu nuk, do të thonë, jena okej, në sensin thjesht mundena mos me, që të thamun ty, mos me u mundu me restart disi këtë qëndrimin tonë bashkë deri sa të na lajnë mrendh. Shkurt ma beti nuk du me pas probleme me ty, a kupton Bora. Se kam rriti pikë që të du me fillu sinqerisht me mu trazu sa ma pak nga persona tjerë, sepse mjaftoj unë edhe tanë ato konfliktet e mia që më trazojnë. Tesh mu trazu edhe nga, për shembull, ti që që ti lunë këtu mrendh, ose dikur tjetër, s'kam energji, s'kam forcë, s'kam kohë, nuk ja vlen, mjaftojnë konfliktet e mia për mu trazu. Pra, në këtë sens unë po jam të ndryshu. Pra, përveç gjana ekstreme, si shkanu për shembull mram, kur ishim të flaka, zdia ishte, ajo skena me Gresën e me Bujen, që ajo më trazon shumë, më trazon shumë. Ne, se shqyqyr që s'ki kënë, se ki hup një diçka, me të vërtet, shamu perdere, mu censuru, si sjallje, s'ka gjë. Por, pra, për te gjanave ekstreme, që unë gjykoj ekstreme, tana gjana që përpara mund të më trazoshin, si që ishte gjaja jote e tjera, sot, mas këtyne batostave që kam hangër, këtyne kolpive që kam hangër e tjera tjera, nuk më trazojnë ma. Quindi, po të thamë në krejt qetë, tesh i du mu fokusu përse për këtë raporteve me tjerë, në cilët i edhe ti, në punën që kena, me kanë sa ma të qetë, ba me dalë nej ha dhe ma mirë, normalisht, nej konfidencë, nej ku dion, por pa spektativa du mu fokusu të puna në ferm, të puna midis nesh, kam ato personat që unë i vlerësoj si ma të afërt me mu, i ke parasysh, që me ta du me majtë sa ma afër. Edhe përsoj për këtë personave tjera, nuk du mu trazu ma nga personat tjera, nuk du asun njëkohësisht me trazu ma personat tjera, në që ose unë pas kam trazu personat këtu më randa, dhe pse mu s'ma duk, por thjesht kam thënë atë që mënosha, për si i shofun gjanat. Unë kisha pas dëshirë, unë kur flasë me njerëzit zakonisht... Edhe falë, se është e lidhur me këtë, edhe më nëj po t'la me folë komplet. Kur ti ki thonë aty, në prime, ti më ke kërku ndjes mu të pishina, ti ke marrë një copë të fjalis, që ka kënë unë të kërkoj ndjes, ka kënë e pjesë e fjalis, por ka kënë fjalia se këtë kujtoj krejt. Unë të kërkoj ndjes nëse unë të kam ofenduar, më falë, edhe ma exakt. Unë të kërkoj ndjes nëse ti e ki... Kur të dalësh dhe shikosh gjitha vetë. Pikrish pra, po në di se më kujtojët krejt që atë kam thënë të pishina. Unë të kërkoj ndjes nëse ti e ki një vedin të ofenduar, edhe ti ki marrë unë të kërkoj ndjes, edhe në prajmë ki dalë me më thënë unë të kërkoj ndjes. Por unë atë natë, mas kësaj fjallis, kam thënë të në gjënë tjera, po sa me... Por mu, shiko, kujdes, shiko, ideja është kjo, opinionistja, e tha, bërë një pyetje shumë bukur, që tha, e kam ndjek, tha, bisedën me kujdes, do të thotë, që ajo bisedë është transmetu. Po. Kështu që... Normal. E din njerëzit që kemi biseduar. Absolutisht. Unë, tek pjesa kërkoj ndjes, që më ke thonë ti më të kërkoj ndjes, unë gjithë kohës që ti e ke thonë këtë, madje, gjithë kohës më mendoj, thosha me vete, disi shpune, po është tash edhe your part, është your time, që dhe ti të kërkosh ndjes, sepse dhe unë kam thënë gjëra shumë të rënda për ty. Në di, kam pa. Kupton? Tash ideja është kjo, që në momentin që këto gjëra dalin, nuk dalin gjithmonë në një pjesa e kohës, dalin të rënditme ashtu si që dhe ndodhin. Më kupton që do të them? Po dalin copa-copa, dalin montajë. Po e po, sepse nuk dele ajo 3 orë biseda aty. Por për shembull, biseda që është bë, që e kam bërë unë kur kam pas veshjen e Prime-it, ka që një Prime brapa ku ne mërzit shumë me ty. Për diçka që ti ke thënë, para se ne të bënim bisedën pishin. A është vërtet kjo? Po, s'kujtohet eksaktësisht çka kam thënë. Po 100%. Jo, okej, po